Reparti i zjarfikësve në Shkodër ka bërë bilancin e punës për periudhën qershor-shtator, gjatë së cilës është përballur me 353 raste zjarri. Është me rëndësi të theksohet se në rastet e zjarrave në Pyje apo zona të ndryshme përreth qytetit u parandalua djegja banesave, ndërsa fatmirësisht nuk ka pasur as viktima, sqaroi drejtori i repartit të zjarfikësve në Shkodër Arkim Bonari. Kemi pas nga qershori deri tani që flasim, kemi pas 353 raste zjarri. Këto kanë qenë të shpërndarë në gjithë territorin e bashkisë Shkodër. Janë menaxhuar shumë mirë nga ana jonë. Nuk kemi pas dalje të situatë jashtë kontrolli për të kërkuar ndihmë nga kolegë tjerë të bashkive tjera apo nga Ministria e Mbrojtjes. I kemi kryer gjitha me sukses. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe nuk ka munguar as ndihma e zjarfikësve të Shkodrës në bashkitë Malësia e Madhe dhe Vaudejes. Malësisë Madhe, sepse ka pas zjarre shumë si vjet. I kemi marrë ndihmë, i kemi lënë edhe një mjet për afër 10 ditë atje. Kemi shkuar edhe her pas herë kur kemi pas mundësi gjithmonë, se edhe neve kemi qenë me situata zjarri. Kemi vajtur edhe në Vaudes 2-3 herë, na kanë ardhur ata 2-3 herë kur i kemi kërkuar për të kap, sidomos për zonën e Bërgjisë kemi kërkuar Vaudesin sepse është shumë shpejt kalon atje për punën e trafikut. Sa i përket pikave turistike, Velipoja ka qenë e garantuar me mbulim të plot, ndërsa në theth do të kryeshin ndërhyrje sipas rasteve të veçanta. Velipojën e kemi zgjedh sepse instalojmë stacion provizor aty për 3 muaj të verës dhe është makina, punojësit janë nga gatishmëri çdo moment dhe e kapin situatën në moment. Për sa i përket thethit, problem është sepse është edhe larg, rreth 80 kilometra, largësia, rruga, është shumë vështirë të kapsh situatën në dorë, por që s'kemi pas gjana si vjet, përveç një lokalit. Lidhur me periudhën e vjeshtës dhe dimrit, pronari theksoi se qytetarët nuk duhet të nënvlerësojnë kujdesin ndaj përdorimit të bombëlave të gazit. Problemi kryesor në sezonin e dimrit është puna e banesave të gazit, e bombëlave të gazit në banesa. Kjo është problemi kryesor, qytetarët duhet të kenë shumë kujdes në montimin e bombëlave. Kompletimi me personelin e nevojshëm të zjarfikësve është trajtuar me prioritet. Jemi në hapa shumë të mirë, besoj që brenda një jave do zgjidhet me rreth 10 punojës do i marrim tani dhe besoj që e zbutimi fije mungesën e personelit. Për përballimin e situatës gjatë verës është miratuar edhe shpërblimi për zjarfikësit. Besoj që do jemi bashkia e parë që do zbatojmë dokument për shpërblimet e punojësve zjarfikësve. Besoj shumë shpejt, sot nesër policë do i kenë bankomatin e tyre nga një rrogë shpërblim dhe shoferët nga 2 rroga u kemi dhënë sepse kanë nejtë gjatë gjithë verës në gatishmëri se këto mjete gjitha kërkojnë shofera. Reparti i zjarfikësve në Shkodër më i rëndësishmi në këtë qark ka aktualisht në gatishmëri 10 automjete zjarfikëse, ndërkohë për të përballuar rrezikun nga përmbytjet gjatë dimrit do të pajiset edhe me mjete lundruese.